vendimet të tjera të vështira. Aftësitë e UÇK-s do duhet që të shfrytëzohen plotësisht. Ne kishim shmangur në mënyrë rigoroze kontaktin e drejtë për drejtë me ta në Shqipëri. Pra, aspektet politike përsa i takon marrëdhënies tonë të distancuar duhet që të relaksoheshin. Qasja në Serbi përmes Serbisë dhe deri në Danub duhet që të bllokoheshin. Pra, pjesa për cilën unë jam interesuar është kjo që është në Klapa, ku ju e keni bërë të qartë që e keni shmangur kontaktin me UÇK-n kur keni shkuar në Shqipëri. Kjo është pjesa për cilën jam interesuar. Përgjigje, këto kanë qenë udhëzimet politike nga procesi. Megjithatë, dëshiroj që t'i kthehem edhe një herë pjesës që më treguat pak më herët. Dëshiroj të theksoj se mbase unë po te kaloja mandatin që kisha, por unë dëshiroj që të merrja këshilla ose udhëzime ushtarake nga UÇK-ja për sa i takon objektivave tona, sepse një gjë e tillë do të lehtësonte bombardimet tona, ndërhyrjen tonë, pra të NATO-s. Dhe fakti ishte që Zoti tha që nuk mund të na jepte këtë informacion, sepse ai nuk ishte pjesë e komandës dhe nuk kishte asnjë komandë të kontroll efektiv dhe kjo ishte absolutisht shumë e qartë për mua në atë kohë. Prokurori, edhe një herë, shohim dokumentin 1289 viz 03, viz TR, viz AT20 faqja 2. Ekziston dhe transkripti në shqip i këtij dokumenti. And we have a video of this as Kemi edhe një video të këtij materiali, megjithatë nuk mendoj që është e rëndësishme për ta paraqitur në ekran tani. General, there's an interview. General, ju keni dhënë një intervistë për televizionin kosovar në gusht të vitit 2020. Dua që t'ju tregoj një pjesë të shkurtër që keni dhënë intervistën tuaj lidhur me temat që sapo diskutuam. Është faqja e dytë e transkriptit. And just this line, Atëherë, kemi të rreshtin përpara minutit 04:41. Megjithatë, NATO-ja nuk ka pasur marrëdhënie të drejtë për drejta me UÇK-n. Thjesht nuk kemi marrë raporte nga ta, si edhe nuk kemi pasur se si të dimë se çfarë po ndodhte. A është e saktë kjo? Përgjigje, po kjo është e saktë. Prokurori, të nderuar gjykatës, këtë duam që të parashtrohem për pranim pak më vonë, jo aktualisht, por aktualisht kërkojmë që të pranohet artikulli që i treguam dëshmitarit më përpara. Gjithashtu kërkojmë që të shtohet faqja DHT 11483 tek libri Lufta Moderne. Po, ashtu dëshiroj t'ju them që ne nuk është se kërkuam që të pranohej materiali për kontekst për këtë libër. Gjykatësi Smith po diskutonin për disa gjëra paralele, kështu që është mirë që t'i merr njëra pas tjetrës. Së pari, po flisni për kontekstin për marrëveshjen e thjeshtë, për dokumentin e parë që i treguan dëshmitarit. A ka kundërshtim për këtë dokument? Mesatisht që jo. Gjykatësi në rregull atë dokumenti SPO-je 0039763 deri në 0039764 pranohet. Sekretari i këtij dokumenti do të marrë numrin e provës materiale P041, aktualisht është klasifikuar si konfidencial. Holding po mund të jetë konfidencial. Gjykatësi vazhdoni më tej. Ky dokument të riklasifikohet si publik. Holding po kërkojmë dokumentin DHT 11483, që është ajo faqe të cilën e përdor nga libri i dëshmitarit. Sa për qartësi për proces verbal, ne do të kërkojmë gjithashtu edhe pranimin e dokumentit DHT 1103 deri në 1108 si material konteksti. Gjykatësi ndonjë kundërshtim, mesatisht kam nevojë për sqarim. A mund të na thoni materiali që thonë materiali kontekstit, për çfarë keni fjalën konkretisht? Holding, ne po mundohemi që të japim materialin ose informacionin minimal për të kuptuar më qartë se çfarë thuhet në këtë libër. Është informacioni për drejtat e autorit.
Misetiç nuk kemi kundërshtim lidhur me këtë. Gjykatësi, dokumenti DHT 1143 pranohet në prova. Sekretari i seancës, faleminderit nderuar gjykatës, kjo faqe do të shtohet provës P04514. Nëse kam kuptuar drejt, dokumenti DHT 11103 deri në DHT 11108 që aktualisht pjesët të cilat kërkuan nga prokurori për të pranuar, do të shtohen provës ekzistuese P04514. Gjykatësi po është saktë. Sekretari i seancës, faleminderit nderuar gjykatës. Mesetiç, zot për gjykatës për proces verbal ka edhe fragmente të tjera nga ky libër, të cilat ne do të kërkojmë që të pranohen si prova jogojore. Kërkojmë pra që të futen si pjesë e provave ekzistuese, të mos i caktohet një numër tjetër prove. Gjykatësi po është një provë pa diskutim. Mesetiç në rregull. Halling, e kemi thënë edhe për herë të tjera dhe për proces verbal, dëshiroj të themi që nuk është se kemi ndonjë kundërshtim për faqet të cilat janë pranuar si prova jogojore nga mbrojtja e thaçit. Halling, general, ju keni diskutuar në kontakte drejt për drejta, marrëdhënie drejt për drejta me UÇK-n, po keni folur gjithashtu në paragrafin 25 të deklaratës tuaj që nuk keni pasur mundësi që asnjëherë të merrni ndonjë informacion nga UÇK-ja në mënyrë të drejt për drejt apo të tërthort dhe nuk keni pasur mundësi që të përdorni këto informacione dhe nuk keni pasur mundësi që ta përdorni UÇK-n si vëzhgues apo jo. Përgjigje po. Pyetje: keni bërë një lidhje midis kësaj dhe mungesës së organizimit mjaftueshëm të UÇK-s për qenë në gjendje për të dhënë një informacion? Përgjigje po. Pyetje: keni thënë se këtë e tha dje në fakt në përgjigje të mbrojtjes së Kresniqit, që edhe kjo merret në transkriptin në kohë reale në faqen 76, që UÇK-ja mund ta ketë pasur dieni për sa i takon sulmeve mizore mbi popullatën, por nuk ekzistonte një përgjigje aktuale e koordinuar e bashkërenduar për të raportuar NATO-s për të bërë diçka lidhur me këtë. Ose edhe nëse ka ekzistuar informacion, asnjëherë nuk e kemi marrë. A i keni thënë ju këtë gjë dëshmitar? Përgjigje po, sa kujtohet po. Pyetje: përpara se të vazhdojmë mëtej, ju flisni lidhur me vëzhguesit dhe kur flisni lidhur me ta, ju po flisni lidhur me ndihmën që dëshironit për objektet ose synimet të ndryshme që ju dëshironi që të identifikonit apo jo? Përgjigje po. Pyetje: a pajtoheni që informacioni për objektet tuaja është shumë sensitiv sa i takon kohës dhe që objektet mund të ndryshohen në kalimin e kohës? Përgjigje: ndonjëherë ndodhte kështu. Pyetje: në përgjithësi, a ishte informacion që ndryshonte, mund ndryshonte nga çasti në çast dhe a ishte ky një aspekt i rëndësishëm për të marrë parasysh nëse do të merrni një informacion të tillë? Përgjigje: koha është gjithmonë faktor shumë i rëndësishëm për vlerësimin e informacionit, po kjo nuk do të thoshte që objektivat ishin thjesht objektiva që lëviznin her pas here. Nuk mund të ishin të tilla, sepse ka pasur vende të cilat ne nuk i dinin, që mund të ishin sekrete ose kishte gjëra të tjera të kësaj natyre. Pyetje: por ju dje na keni thënë që edhe një titull i caktuar, në qoftë se një grup civilësh shqiptar janë detyruar që të futeshin në një objektiv të fiksuar, kjo do të mund të ndryshonte vetë për llogaritje sa i takon këtij objektivi dhe në këtë kuptim, domethënë do kishim ndryshime në kohë reale. Nuk është kështu? Përgjigje: nuk mund të them që është e saktë kjo që sapo thatë, dhe unë e kam thënë ishte i serbëve, po ndërkohë na doli tjetër situata në terren. Kjo është diçka që e kemi bërë edhe me mbështetjen e sekretarit përgjithshëm Solana. Pyetje: do shohim diçka që ju keni thënë në librin tuaj. Do i kërkoja sekretarit që të paraqesë në ekran dokumentin DHT 11103 deri në 1110632, faqen 11472.
Ndërkohë që paraqitet kjo faqe në ekran, besoj që ju jeni informuar lidhur me operacionin UÇK-s në Pashtrik në vitin 1999. Ju e diskutoni këtë në libër, apo jo? Përgjigje po. Pyetje, dëshiroj që t'ju bëj një pyetje që është trajtuar në një prej faqet e librit tuaj që ka të bëjë me operacionin. Pra, ky operacion ishte disi domethënës apo me rëndësi për NATO-n. A është e vërtet kjo, dëshmitar? Përgjigje. Çfarë më kujtohet mua është që ne kemi marrë vetëm ca informacion bazik rudimentar edhe se ekzistonte një përpjekje nga UÇK-ja për të penetruar nga Shqipëria për në Kosovë. Por, pavarësisht grupeve të ndryshme të UÇK-s, e rëndësishme ishte që theksohej që bëhej fjalë për vende të ndryshme të izoluara në gjithë Kosovën. Pra po, unë kam qenë në dieni për përpjekjet që po bëheshin nga UÇK-ja në mënyrë që forcat e tyre të dilnin, të vinin në Kosovë dhe sa i takon informacionin që së informacion ka qenë i dobishëm për mua apo jo, sepse serbët pra mund të sulmonin këtë forcë, pa diskutim që ky ka qenë informacion i rëndësishëm si objektiv për neve. Tani dëshiroj që të bëj një pyetje tjetër që ka të bëjë me UÇK-n dhe a mund të na thoni se si ndodhi që forcat serbe mund të targetoheshin ose mund të etiketoheshin prej jush. Atëherë, në librin tuaj ju përdorni fjalë rudimentare. Pra, ju thoni në librin tuaj që në mëngjesin e datës 26 keni pasur informacion të konsiderueshëm lidhur me planet e UÇK-s për të sulmuar në Kosovë. Nga e keni marrë këtë informacion? Përgjigje, kam pasur forca speciale në teren, të cilët bënin ndërlidhje, megjithatë nuk e mbaj mend personin ose emrin e personit që ma ka dhënë këtë informacion. Halling, kalojmë tek faqja tjetër. Këtu thotë që unë po inkurajoja shkëmbimin e informacionit ndërmjet task forces dhe qendrës së operacioneve ajrore, që është CAOC në Vicenza. Unë po kisha kontakte të vazhdueshme të drejtë për drejta me ushtrinë shqiptare dhe nga ana tjetër ato po monitoronin UÇK-n dhe kishte shumë objektiv që po i kaloshin CAOC-s. Duke sikur ju po merrni informacion nga UÇK-ja në mënyrë të tërthort nga Shqipëria, do të thënë nga ushtria shqiptare apo jo. Përgjigja mendoj se po. Pyetje, i takon që keni marrë informacion të tërthort nga UÇK-ja, dhe nuk është e saktë plotësisht çfarë thatë më herët apo jo. Përgjigja po mund të qartësohet kështu. Halling, dëshiroj që të shkojmë në një tjetër dokument. Për këtë të shohim librin tuaj në faqet DHT 11472 deri në DHT 11473. Më konkretisht duam që këto faqe të cilat i pam të shtojnë provës po 04514. Gjykatësi a ka kundërshtim? Misletisht nuk kemi kundërshtim. Gjykatësi dokumenti 11472 deri në 11473 do të pranohet. Tona seancën tjetër. Gjykatësi do bëjmë pushim për gjysmore tani dëshmitar. Dëshmitari në rregull, gjykatësi do shihemi përsëri për gjysmore. Edhe një herë faleminderit thotë dëshmitari. We're adjourned until 11:30. Gjykatësi do bëjmë pushim deri në 11:30. Sekretarit gjithë më këmbë.